Lidhja e misionarëve të paqes të Shqipërisë si degë e Komitetit të Pajtimit Mbarkombëtar u ndal këtë të shtunë në qytetin e Burelit, ku zhvilloi një takim me anëtarë të kësaj lidhje nga i gjithë qarku i Dibrës. Gjatë këtij takimi pati edhe dekorime për emrat të cilët kanë dhënë kontribut në pajtimin e mosmarrëveshjeve, si dhe për paqen. Figurat e vlerësuara me çmim jubilar të Skënderbeut për paqen ishin nga i gjithë qarku Dibër. Ata ju dorëzuan familjarëve të këtyre figurave që kanë lënë kontribut të çmuar në komunitetin ku kanë jetuar. Kryetari i shoqatës Lidhja e Misionarëve të Paqes në Shqipëri, Salit Zaka, tha se këto dekorata janë vlerësime për këta figura të shquara të gjithë qarkut Dibër. Ne kemi detyrë sa shtron, po më aq dhe fisnike, se detyra jonë është për ndalimin e gjaqeve, hakmarrjeve dhe nga shulën e nga dresave. Dhe fjala më e mirë, fjala e rreth në kene është një rasti me pak një jetë më shumë. Kjo është qëllimi ynë dhe gjithmonë kruje më ka mbi 500 vjetë se kemi nejtë bashkë dhe bashkë do të rrimë. Kjo ka qenë qëllimi ynë, kjo takim me ju, kjo ka qenë sot për sot. Kemi aktivitetin, ne të vazhdojmë, kemi pranimet e reja, kemi për të ndarë sa certifikata mirënjohje të punave të motit që i kanë shërby ti komuniteti këtu. Prania jo, prania është sot. Ne kemi 25-6 vjetë që e vazhdojmë këtë rrugë, këtë punë, këtë rrugë të mundimshme. A kemi pas rezultate? E kemi pas rezultate? A do të punem ma shumë. Pa tjetër që do të punem edhe ma shumë. Po gjatë këtij takimi u bën edhe antarësime të reja në shoqatën e Lidhjes së Misionarëve të Paqes në Shqipëri, e cila është pjesë e Komunitetit të Pajtimit të Mbarkombëtar.